Peizazhi i mbrojtur Pishporo në zonën turistike të Darzezës në Fier u pastrua nga 10 vullnetar antar të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura Fier. Ky park është shumë i frekuentuar nga qindra vizitorë gjatë fundjavës nga zonat përreth, por edhe nga e gjithë Shqipëria. Por ndotja që ata lën pas është e madhe, pasi pjesa më e madhe e tyre pas piknikut, mbetjet i lënë në park. Pas një viti rikthehemi sërish në peizazhin e mbrojtur Pishporo, së bashku me Korpusin e Vullnetarëve për të ushtruar, së më saktë për të zhvilluar aktivitetin e pastrimit në këto oaze të gjelbra kaq të bukura që frekuentohen nga vizitorët, kryesisht fundjavave dhe gjithashtu meqense jemi edhe në fillimin e periudhës së sezonit turistik veror të plazhit, ku vumë re që në këtë zonë kishte nevojë për pastrim, pasi nga frekuentimi i vizitorëve gjatë fundjavave ishin lënë mbetje të ndryshme urbane pothuajse në të gjithë territorin që është këtu. Pas gati 4 orësh aksion, u arrit që u pastrua një sasi e konsiderueshme mbetjesh të lëna nga vizitorët dhe ky ambient që është tashmë që është krijuar me këtë pastërti do të shijohet nga vizitorët që do të vinë në ditët në vijim.